Mjaft është mjaft. Kosova nuk është në gjendje normale. Për një javë ditë, vendi ynë është pa institucione të konstituara. Kurti vazhdon të ushtrojë funksionin e kryeministrit kundërligjshëm. Ndonë se tashmë ka marrë mandatin si deputet dhe ka dhonë betimin si deputet para gjithë juve. Kemi ministra që njëkohësisht janë betuar si deputet dhe vazhdojnë të ushtrojnë funksione ministrore kundërligjshëm, të marrin vendime dhe të disponojnë me paron publike, paron tuj qytetarë të Republikës Kosovës. Dhe kemi një situatë të pa precedent edhe në presidencë, me pasoja të drejt për drejta për zinxhirin kushtetues të komandimit të forcës së sigurisë së Kosovës. Personi që mban pozitën e komandantit suprem të forcave të armatosura e mban atë pozitë gjithashtu kundërligjshëm. Kjo nuk është normalitet. Kjo është krizë shtetërore. Dhe pikërisht në këtë moment Kurti po përpiqet të prodhoj një fotografi të normalitetit. Sot e bëri këtë përmes ceremonisë së diplomimit të kadetëve të rinj të shërbimit korrektues. Doli para tyre, doli para uniformave, doli para kamerave. Dhe tha, Kosova ka nevojë për ju dhe pret shumë prej jush. Po, Kurti, Kosova ka nevojë për ta, por mos i përdorni ata për të krijuar përshtypje qytetarëve se gjithçka është normale në shtetin tonë. Institucionet e cilit ju vetë por refuzoni me i funksionalizu. Mos e përdorni uniformën për të normalizu krizën, sepse këtë e keni bë në vazhdimsi me sektorin e sigurisë. Ju kemi përcjell. Kur ju është dashur politikisht, keni dalë para policisë. Kur ju është dashur politikisht, keni dalë para ushtarëve tonë. Sot dalet para shërbimit korrektues. Uniforma e forcave sigurisë, uniforma e policisë, uniforma gjithë atyre që shërbejnë sektor sigurisë, nuk është skenografi politike juaja. Policia nuk është e Kurtit. Ushtria nuk është e Kurtit. Shërbimi korrektues nuk është i Kurtit. Janë institucione të Republikës së Kosovës për cilën është sakrifiku shumë për me u kriju. Dhe respekti për këta njerëz nuk matet me fotografi e ceremoni, matet me mënyrën si e trajtoni shtetin dhe si i trajtoni ata. Vetëm pak muaj më parë, ne kërkuam sigurim shëndetësor dhe jetësor për pjesëtarët e sektorit të sigurisë, policin, ushtrin, AKI-n, zjarfiksit, duke përfshi edhe shërbimin korrektues. E kërkuam më shumë se njëherë, dhe shumica juaj vetëvendosja vendoset kundër, votuat kundër, ju refuzuat sigurime shëndetësore dhe jetësore. Policëve tonë ua kërkojmë të rrezikojnë jetën për Kosovën, ndërsa pas një karriere në shërbim të këtij vendi dhe qytetarëve tonë përballen me pensione rreth 150 euro. Kështu i trajton ti policinë e Kosovës. Dhe sot dilni para pjesëtarëve të shërbimit korrektues e u thoni Kosova ka nevojë për ju? Po, Kosova ka nevojë për ta. Por edhe ata ka nevojë për Kosovën. Ka nevojë për sigurim shëndetësor, ka nevojë për sigurim jetësor, ka nevojë për paga, kushte, pajisje e trajtim të dinjitetshëm. Ka nevojë për një shtet që kujdeset për familjet e tyre nëse humbin jetën ose lëndohen duke i shërbyer Republikës Kosovës dhe qytetarëve të saj. Dhe ka nevojë që askush, as kryeministri, të mos i përdor uniformat e tyre për të prodhuar normalitet politik, aty ku normalitet politik as institucional nuk ka. Nuk normalizohet shkelja kushtetues Republikës Kosovës me ceremoni. Nuk krijohet legjitimitet me fotografi. Dhe nuk mund të sillen si kryeministër i një shteti që funksionon normalisht, ndërkohë që kuvendi i Republikës së Kosovës mbetet pa u konstituu për fajin tuaj. Nëse vërtet ju interesojnë institucionet dhe ardhmja e këtij vendi, atëherë Kurti, vendi ku ju duni me qenë sot,
është kuvendi i Republikës së Kosovës. E jani në kuvend, mundësoni konstituimin e tij. Lejoni krijimin e institucioneve legjitime dhe funksionale të vendit. Mjaft është mjaft. Mjaft me normalitet të inskenuar e të inxhinieruar, mjaft me përdorimin politik të institucioneve të sigurisë që me aq shumë mundi kemi kriju, mjaft me propagandë e mashtrim. Qytetarët meritojnë më mirë. Faleminderit shumë. A keni me marrë pjesë në seancë konstituive, a keni me propozu nën kryetare dhe realisht a konsiderojnë këto si pjesë të shkeljes së kushtetutës? Nuk kam asgjë më shtu përveç qëndrimeve që sot kryetari para pak kohësh ju ka dhënë në hollin e Kuvendit të Republikës Kosovës. Faleminderit shumë për pyetjen. Nëse ka dikush diçka për çështjen e sigurisë, për keqpërdorimin e sektorit sigurisë, për mënyrën që ka trajtu Kurti Sigurinë, jam këtu. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.